Tirana bllokohet nesër. Giro d'Italia 2025 ndalon qarkullimin në këtë rrugë. Shmangni lëvizjet me makinë. Në kuadër të zhvillimit të etapës së parë të garës ndërkombëtare Giro d'Italia 2025, e cila do të vijojë në qytetin e Tiranës më 9 maj 2025, do të ketë ndryshime në qarkullimin dhe parkimin e automjeteve sipas planit të mëposhtëm. Ndalim qarkullimi dhe parkimi. Datë 09/05/2025, ora 13. 00:18:00. Segmentet e rrugëve. Rrugën SIH3 fshati Gracen deri në rrethrotullimin i Taga. Rrethrottullimi i Taga deri te rrethrottullimi i sanatoriumit. Rrugën e Elbasanit. Bulevardi Bajram Curri. Rrugën Ali Shefqeti. Rrugën Alajdin Frashëri. Rrugën e Reqekrit. Rruga Muhamet Deliu deri tek rrethrottullimi i Freskut. Rrugën Sotir Çaci. Rrugën Gjanfize Keko. Rrugën Arkitekt Kasemi. Bulevardi Jean d'Arc. Bulevardi Dëshmorët e Kombit. Në brendësi të ish gardës së Republikës. Segmenti i rrugës mbrapa Pallatit të Kulturës. Rrugën Dëshmorët e 4 Shkurtit. Bloqet e banimit me akses të kufizuar më datë 09/05/2025. Pjesa e banimit në rrugët lidhëse me rrugën Papa Gjon Pali nuk kanë akses për të dalë gjatë orarit 13. 00:18. 00 rrugët janë Dervish Hima, Asim Zeneli, Themistokli Gërmeni, Ismail Qemali, Mustafa Matohiti, Julvari Boba dhe Fatmir Haxhiu. Zona e pazarit të ri Hoxha Tahsim nuk kanë akses për të lidhur me bulevardin Jean d'Arc, por kanë akses vetëm me rrugën e Dibrës Farmacia 10 dhe dalje në autostradën lindore. Zona e qytetit Studenti, Higjiena, Shkolla e Baletit, Ishtregu Elektrik dhe Ali Demi kanë akses për të dalë në rrugën Pasho Hysa dhe në rrugën Pjetër Budi, që kanë akses në rrugën Agush Gjegevica, e cila kanë dalje në unazën lindore. Zona e Kodrës së Priftit nuk ka akses për të dalë nga perimetri, pas bllokimit të aksit rrugor gjatë orarit 13. 00:18:00. Zona e Tiranës së Re dhe e bllokut ka dalje në rrugën Kristo Luarasi, diga e liçenit dhe dalje në Selit. Zona e rrugës Myslim Shyri, rrugës së Kavajës do të kenë akses dalje për në rrugën e ambasadave, në drejtim të bulevardit Zogu i Parë dhe rrugën Mine Peza. Ndalim parkimi. Datë 10/05/2025, ora 08. 00:11:00. Segmentet e rrugëve Zogu i Zi dhe në itinerarin rruga e Durrësit, rruga Fortuzi, rruga Dervish Hatixhe, rruga e Barikadave, rruga pas Pallatit të Kulturës, vendi i akomodimit të ekipeve. Ndalim qarkullimi dhe parkimi. Datë 10/05/2025, ora 10. 00:18:00. Segmentet e rrugëve. Sheshin Skenderbej. Rrugën Urani Pano. Rrugën Det Gjoluli. Rrugën Ibrahim Rugova. Rrugën Dëshmorët e 4 Shkurtit. Bulevardin Gjergj Fishta. Rrugën Muhamet Gjollesha. Bulevardin Bajram Curri. Rrugën Ibrahim Rugova. Rrugën Lek Dugagjini. Rrugën Dervish Hima. Rrugën Elbasanit rrethrottullimi i Saukut. Rrugën Abdyl Frashëri. Bulevardin Zogu i deri te rruga Fortuzi. Rruga pas Pallatit të Kulturës me qëllim stacionimin e mjeteve në dispozicion të eventit. Bloqet e banimi me akses të kufizuar në datën 10/05/2025. Pjesa e banimit në rrugët lidhëse me rrugën Papa Gjon Pali nuk kanë akses për të dalë gjatë orarit 10. 00:18. 00 rrugët janë Dervish Hima, Asim Zeneli, Themistokli Gërmeni, Ismail Qemali, Mustafa Matohiti, Julvari Boba dhe Fatmir Haxhiu. Bloku në rrugën Ukraina e Lirë nuk kanë akses për të dalë gjatë orarit 10. 00:18:00. Orientimi i devijimit të trafikut për datën 10/05/2025. Zona e pazarit të ri Hoxha Tahsim nuk kanë akses për të lidhur me bulevardin Jean d'Arc, por kanë akses vetëm me rrugën e Dibrës Farmacia 10 dhe dalje në autostradën lindore, si dhe kalim në rrugën e Barikadave. Pjesa e rrugës së Kavajës dhe rruga Myslim Shyri lidhet me zonën e Tiranës së Re, vetëm nëpërmjet rrugës Dritan Hoxha, për në Unaz të Re dhe Anasjeltas. Zona e qytetit Studenti, Higjiena, Shkolla e Baletit, Ishtregu Elektrik, Ali Demi kanë akses për të dalë në rrugën Pasho Hysa dhe në rrugën Pjetër Budi që kanë akses në rrugën Agush Gjegevica, e cila kanë dalje për në unazën lindore. Gjithashtu kanë për të dalë në rrethin e Shkozës dhe zonën e Kodrës së Priftit. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.